Kanë mbetur më pak se 2 javë deri në afatin e përcaktuar për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Nëse brenda këtij afati nuk arrihet një marrëveshje politike, vendi mund të shkojë në zgjedhje të reja, të cilat sipas procedurave duhet të mbahen brenda 45 ditësh. Kjo situatë ka nxallur reagime të ndryshme në mesin e qytetarëve. Ekipi i televizionit Syri ka siguruar disa nga opinionet e qytetarëve se çfarë vlerësojnë ata, a do të kemi president të ri apo jo. Nuk ka nevoja me bon zgjedhje heq, e mara këta në razi, se tonin shqiptar, e me zgjedh presidentin, e me zgjedh që aton që është i duar, edhe e dën populli, edhe punon për popull, e jo me punu me inate. Me inate personale. E me inate personale nuk më atë shteti. Duhet me hek inatet personale e me punu për shtet. Edhe me zgjedh ato që e dën populli, edhe si ka punu për popull, edhe punon për popull. Pavarësisht se vendi nuk është në hapat e duhur, në rast se do të ketë zgjedhje, unë do të dalë të votoj, tha një qytetar. Ma katastrofë nuk ka. Nëse mund me zgjedh një president, s'di shumë të thonë. Inshallah bëhet mirë. Nga që do të ketë zgjedhje, si do t'i president? Zgjedhje, po, duhet me dalë me votu, s'kem shambojnë. Mirë po kishte edhe të tjerë të cilët pohojnë se nuk e përcjellin politikën shumë, por vlerësojnë se situata nuk është e mirë aktualisht. Nuk i përcjelli fort, valla me thonë drejt, për situata nuk është në rregull fort, kjo shka po ndodh nuk është në rregull, mirë po shka duhet me bëu problem këtu me tregu diçka. Qytetarët shprehen të ndarë në çndrimet e tyre. Shumica theksojnë nevojën për stabilitet dhe vendimarrje më të shpejtë nga institucionet dhe mbetet të shihet nëse subjektet politike do të arrijnë një marrëveshje brenda afatit të përcaktuar nga kushtetuesja, apo vendi do t'i drejtohet edhe një herë kutive të votimit.